A ju mendoni që Kosova është më përpara se Shqipëria? Kosova, a të me të dhënë fjallë, na jene 100 vite para jush. Në çfarë aspekti? Për aspekti, apo do me sport, apo do me kultur, apo do me mikpritje, apo do me gjitha. Hajde në Kosovë shiqoj njerëz të nisit presin. Hinë në restoran, por rinë në rrugë, hinë që atë këshirë që të presin. Hinë këshirë që të presin. Shko me polici prezentovë që të presin. Këtu dorën, jam muslimone. O i zoj, edhe unë jam musliman. Po unë nuk jam arab. Unë jam musliman, po nuk jam arab. Edhe Kosova ka pak të tekstuar pjesën muslimane të qenë musliman dhe ka për shembull shumë gra që janë me feregje, pra janë me të mbuluar. Zotri, ata janë musliman gabimisht, kanë mjekër atë këtu, unë nuk jam ata njerëz. Ata janë në drejtim të arabis, unë nuk jam arab. Unë jam musliman, dhe me thonë kohën e Turkit, 500 vjetë në ka sundu Turkit, na kena qenë katolik. Dhe me thonë me sundimin e Turkit na kanë bo musliman. Dhe me thonë, gradualisht vinë nga dalë, bo këti popë dhe shqiptar ka katolizmi. Ju thua që jetoni në Gjermani. Atje, keni hasur me shqiptarë të Shqipërisë? Po, kam hasur me shqiptarë Shqipërisë. Si është marrëdhënia juaj me to? Unë, shqiptarëve Shqipërisë, unë ju kum dimu, shqiptarëve Shqipërisë jakën e kum hek e kum vesh, shqiptarëve Shqipërisë ju kum përkëthi, letra, gjygje, gjithka ju kum dimu, ma kanë keq përdor ndihmën teme, Shqipës Kosovës. Ma kanë keq përdor. Ndesh toj ka ki i poshtër, ndesh të ka i mirë, unë ta flasë realitetin, motra jeme dhe vlajdashtër. Dhe me thonë, njerës pa dalën, kur ti, në kejtë, unë s'ku brit për i marë si planetit. Po njeri kur shef del në Evropë, mëson diqka. Rrin me një ditën, mëson diqka. Rri me ju, ndigjoj, shof diqka, mësoj diqka. Unë këtu nuk po shof për gjaqë me marë të mirë. Qka po marë të mirë të jo? Qka unë me marë të mirë që tu? Tregon ti unë po mësona. Thuj, banë Javën që kaloi në Tiranë mbajt një protestë për krerët e UÇK-s. Po, Edhe pjesëmarrja ishte e madhe, si nga shqiptarë Kosovës, si nga shqiptarë Shqipërisë. A nuk mendoni se kjo është një lloj mbështetje e jona për ju? kjo është një mirëseare për vllazët shqiptar që na mbështetin neve, po unë po tregoj Në sinqeritet. momentin që Shqipëria fitoi kundra Serbisë, prapë shqiptarët e Kosovës shprehan krenar, shprehan atë dashurinë. Na e dëm Nësa shpesh kemi rastisur që në rrjetet sociale të lexojmë komente që thonë që Dua Lipa është e Kosovës, nuk është e Shqipërisë. Domethënë, her pas here bëhemi një, her pas here shkëputemi. Mendoni se kjo është pak mbas interesit? Po Dua Lipa është e Kosovës. Edhe Po, kombëtarja- sinqeritet. Luan Krasniqi është i Kosovës. Gjerdan Shaqira është i Kosovës. Kelmendi Gjuda janë të Kosovës sportista. Tash të flasim në realitetin. Nuk mundi ju me dalë para neve shqiptarë të Kosovës ku na jene për para. Apo gabimisht, ti motra jeme. Po ti dysh me folë realitetin. Na jene shqiptarë një. Po dysh me thonë prej nga jashtë. Unë jam najna ketë vllazër shqiptar ketë, unë jam shqiptar nga Kosova. Edhe jam krenar që i kam njerëz të mi talent. Na kena talent, motra jeme. Kena njohuri. Artistët e Kosovës janë më të talentuar në sa Shqipërisë pas jush? Po çka me tregu, ka edhe këto artista, nuk ka edhe nuk po them që ka edhe Kosovës artista, ka edhe këto artista, po Në Big Brotherin e Kosovës, Gjesti u nxorr jashtë. Ndërkohë në Big Brotherin e Shqipërisë fitoi. dëgja, Gjesti, ai, do të thonë, ajo një shumë ke zonë keq në këtë parë për tjetër. Do të thonë Gjesti është një njeri, do të thonë si thonë në Gjermani Schauspieler. Schauspieler i bën, do të thonë si një lojë ban si dishim me ta për thjesht shqip ata. Është një person, do të thonë ka të karrierën e vet, po ai personi si e pa temën si i rashë plok, do të thonë nuk e ka bën atë trimëri, se do të thonë një vëlla që para studio si qoshi bjen shoplok, nuk ka shtë e trimëri motra jeme. Më thonë ti i ke ra vëllai tanë. Unë jam marrë këtu të motrat e mi, të vëllazën të mi, me më respektu. Unë nuk jam marrë, unë jam marrë sefte që 2 ditë, unë nuk po shoh mirë këtu të jo. Unë të regom që ka është mirë në po mësona. Shpjegoj që jemi në një gjak, pra jemi shqiptarë gjithë, por po themi Kosovës janë më të mirë se Shqipëria. Pra, cila ishte ajo periudhë që Kosovës u bën më mirë se ne. Përderisa jemi, po themi rrjedhim, jemi gjak shqiptarë. Këtë e planoj. Dëgjoj vllajdashtur, unë ta tash përgjigje. Ish Jugoslavia, para 70 vite, ish Jugoslavia, Tito na ka hap dyrt, na kena dalë na për Evropa. Do me thonë na kena pa Evropën. Kena pa Evropën si Edhe Shqipëria ka hapur dyert. Dëgjoj, Shqipëria ka dalë djalë në për Evropë. Si më trego për Shqipërinë, se ju keni jetu në mbyll. Pa ti po thoj që Tito ishte një e mirë për Kosovën?
Tito na ka dhënë drejtën në vitin 68, na ka dhënë flamurin drejtën. Pastaj, domethënë kur hini regjimi i Serbisë, Miloševiqi domethënë na mor drejtat gjithë shqiptarëve, na mor shkolla, na mor drejtat dhe na mbylli edhe filloi lufta. Unë po flas për Tito si na ka hap drejtat. Para 70 vite Tito na ka hap dyrt me dalë në Evropë pa viza. Domethënë shqiptarët e Kosovës janë që 70 vite na për botë. E ju, domethënë pasi dalë para neve, a keni jetu mbyll Shqipëria? Regjimin e Enver Hoxhës, sa vjet ka jetu mbyll? Por në tash po ta bëj një pyetje. Sa vjet ka jetu mbyll shteti shqiptar këto? Pa lëviz hiç. E që sa ju i keni vizat fraj? A më ndoni përgjigje. Tash unë juve po Në jepes. shumë raste kur shumë artistëve të Kosovës i është dashur viza, shteti shqiptar ka dhënë pasaportën e vet. Ka dhënë pasaportë shqiptare. Po i zoj. Marrim shembull një sportist. Emri për momentin nuk më kujtohet, ama para disa muajsh Rama i dha pasaportën shqiptare për të bërë bashkuar Juventusit. Po s'kam edhe në Roma, unë kam pasaportën e Kosovës, kam letrat e Gjermanisë, me pasaportë Kosovës në shkoj ka du në për Evropë pa viza. Jo, po për të tjerë qytetarë. Unë nuk e kam dëgjuar çata. Domethënë shqiptarët e Kosovës kanë gjitha Nëse nesër mbajt referendum për të bashkuar Shqipëria me Kosovë. Ti si do votosh? Dgjoj, unë jam për bashkimin kombëtar. Pa dyshim, domethënë 100%, se edhe pse domethënë se thon pyll pa derë nuk ka, edhe pse domethënë Në njerëz këtë rast jemi derrat ne. ja, ndeshme të ja, mos më keq kuptoj vllai dashur. Edhe në Kosovë ka asë njerëz që nuk sillen mirë. Nuk po thamë që na perfekt, mos e keq kuptoj, se unë tregon u prek atë, kur s'ma dha dorën. Dy zojet ma dhan, ajo s'ma dha. Pra, po ju patët kritika ndaj policisë, patët kritika ndaj shërbimit, patët kritika ndaj, po themi, shqiptarëve që i kanë ndihmuar, s'ma kanë kthyer mbrapa. Pra, Ashtu. s'është se patët kritika vetëm për një gjë të vogël, patët kritika pothuajse për gjithë shqiptarët. Shumë. Po pse bani ju kështu? Përse ju kur një njeri të ndihmon të afron gjithat ndihmon në Evropë për kthen ndihmon, pse ti ma keq përdor temën kur ti ndihmojnë? Pse për shembull ma keq përdor? Ndoshta ka qenë rast i izoluar, se përgjithsisht shqiptarët për mikpritjen një. Do thonë, ndoshta ju keni takuar 2-3 njerëz ka qelluar që s'kan qenë aq të mirë sa Ti shkon një dy, po shumë ba qellu mua atje pra. Ken shumë ata, një përkthim me orë dhe viketonë më thërke, me përkthi gjermanisht, mollën gjyq, mollën me përkthi letrat, mollën në shkollë me qoftë fëmijë, me regjistru, mollën në kindergarten me qoftë fëmijë zotëri. Shumë u bon. Ti mos ma keq përdor vllai dashur. shikon në luftën e Kosovës, shqiptarët hapën dyert me vetëre nga Kosova. Dhe i kanë strehuar, kanë ne të ngushtë në shtëpinë e vet dhe kanë marrë nga 7-8 vetat të Kosovës. Pra nuk kemi aq zi sa na bërë, a? O zotëri, na e dim shqiptarët e Kosovës që Shqipëria na ka hap dyert vllazën tonë. Unë e di këtë kohë. Edhe kur të bon në Shqipëri dridhja tokës, rrëmuja, edhe na erdhën kamionet 5 vizës për Kosovës, Po jo portë erdhën vetëm nga këto. Kosova, erdhën nga shumë vende të tjera që ndihmuan Shqipërinë kur ishte tërmeti. Brava qoftë. Ashtu, 1-1. Ki thot kështu ju kina ndimu. Domethënë ti na ke ndimu, faleminderit, ma ke hap derë. Po do të kum ndimu ti. Po ne nuk po themi që ju një të këshin. Ju Ne po s'kemi thoni që ne jemi brejtje të ndaj këshillë. ju, çka kupton? Mu unë më kon të orë këtu me bus, edhe më ka rasti. Jo më kon të folë me një dizoja, po ta tregoj që të rast. U lemron një person pa folën me ta. Tha, pre nga je, thash nga Kosova. Tha, ju shqiptarët e Kosovës ta jeni të besprem. Dhe këshirë, unë, më shumë 60 vjetë. Thash, si? Tha, jeni shqiptarët e Kosovës besprem. Pse më vllai dashur thash, 3 miliard shqiptarë të Kosovës, si është e mundur më konë të këshi? Janë 1, 2, 3, 10, hajde 100, hajde 1 milion për i bajtë këshi. Ama jo 2 milion e diçka. Dhe me thonë, ju kina majtë. Zotëri, a ke majtë një person më nëna, a ke dhonë t'i buk, jo, hez vllai dashur. Hez, se ku t'ja bukun në ka përmeni dikuj. Ti edhe s'ke majtë apo të bon shkrenar. I ke majtë ti, i ke majtë ke zoja. E në qovë se unë s'ko majtë nuk flasë asë gjo. Rri qetë. A kështu më vllai dashur. S'kum ndimu, s'kum marrë familje, s'flas hiq. Ti edhe s'kin ndimu, edhe kina marrë na kina shtim rana. Kosovarët besprem. Zotni, shqiptarët e Kosovës e dojnë Shqipërinë ma dhëtar janë se gjitha njerëz. Në bash bisedim me po themi të Kosovës për shokët e tu, miqtë e tu, a e dajnë tipi mendim ndaj nesh?
Dëgjoj Shqipe vllai dashur. Unë nuk muj me dhon ti përgjigje për njerëz të tjerë çka mendojnë. Jo po them, a është si shqetësim që ne jemi kështu, kupton? Unë prek në unë shumë jam prek. O vllai dashur, mu po më çon flok për pjesë. Unë nuk kam qef me po vllazit e mi, motrat e mia kështu të mjerushëm. Nuk du në kështu me po popullin tem. Unë du me po një polici moderne me po elegancë, du me po njerëz të mi të kënaqur. Du me shku në kape me mprit si njeri. Jo me shku në kape me ma gjutasin, nuk jam qenën e. Kam lop, vllai dashur. Për shembull që njëra nga policët nuk u dha dorën, ama dy të tjerat u dhan dorën. Po. Se ato dy tjerat zonjet kulturume. Kjo jam muslimane. Oj zoj thash. Pra s'ka të bëjë me shqiptar, ka të bëjë me fen, apo? O Shqipe, edhe unë jam musliman, o vllai dashur. Unë jam musliman, por nuk jam arab. Ka lloj, po themi, thellësie në myslimanisëm. O zotëri. Ti je pak më Unë që 30 vjen në Evropë, unë jam musliman, po jam evropian. Unë nuk hesi 20 metra para, mi shku gruja mas burri si qenë. Unë nuk jam arab, vllai dashur. Unë jam shqiptar, evropian jam. Unë jam të gruja tolerancë, respekt, ketë kina motra, ketë kina gra. Një person që nuk e respekton një gru, ai burr nuk ashtë. Vetë jam burr. Një burr që nuk e respekton një gru, ai burr nuk ashtë. Një burr që përdor dhunë ndaj grus, ndaj familjes, ai burr nuk ashtë. Ken Kosovë, ke këtu, ke Kosovë. Unë flas kështu mendimi, unë kështu flas. Çfarë mesazhi keni për shqiptarët? S'kam me thonë, zoti ru shqiptarët, ku janë, kus janë, Allahu Një këshill për ta? Hiç s'kam këshilla, unë mu që të kurzëri. Unë sa tash po iki pe marqondën, koma eme nuk e shkel këtë tokë mu. Kur? Kur mos thoj kur? Kur? Dëgjoj këtë thamë unë, ti nuk e një kokën teme. Unë kur tham kur edhe vdes, në vëlla me pas ku t'ja largoj shpinën edhe të unë jam kështu, kokën e kam kështu. Dhe unë jam kështu, zotëri. Ndoshta ndryshojmë, S'ka me ndryshu, shok. po njeriu ndryshon, nuk S'ka me ndryshu, s'ka kulturë, hin kafe veç të këshirë. Ta bjen kohë të shën që ati. Dhe më thonë, nuk e ka atë kulturën e njerëzimit si mos sjell me klienta. Dhe më thonë, këtu është, dhe më thonë, kultura është ndoshta bro. mund përmirësohemi në një të ardhme dhe ti je prapë i mirëpritur. Po si më përmisu për vllai dashur, nuk muj me hiu në mi mësu njerëzit në për restorane sillu kështu për ti njerëz. Nuk kam këto rregulla, nuk kam tjera rregulla kam unë. Unë kam domethënë mendimet e mia, unë po shoh. Unë nuk muj me thonë çka s'është, unë them çka është, unë çka kum po. Unë e kum përsit kapuçinën. Makiatën e kum pagu, ja kum lënë ditën e mirë zotëri. Kalosh mirë, e në qovë sa është i menqëraj, e shef pse e kum lënë, dhëtë me kuptu vetë. Kjo ka ndodhur në disa lokale apo Këtu në për lokale, ku në vijati. disa apo vetëm në një? Me një lokale, aty edhe si unë e morë, i qashe marqonë të në dheci. Ndoshta nuk ka qenë personalisht me ju, ndoshta ka qenë ai lokal, nëse provon një tjetër. Si në rastin e policëve që ishin dy polica që u dhanë dorën, ashtu edhe shërbimi. Nuk janë që shërbimet. Edhe në Kosovë, edhe në vende të tjera ka shërbim që dhe për të të shëruar. Ashtu edhe në Shqipëri. Zoj, policët e Kosovës, unë e kam familjen policit të Kosovës, kam shok në policit të Kosovës. Policët e Kosovës janë disiplinume dhe shkollum 1 milion herë ma të, din më sjell me njerës. Unë vëllau me pas nuk e mbroj, as nuk i thama kështu. Po flasë për njerës të mi. Po flasë. Këto e përshëndet dorën zemër. Unë nuk jam arab. Ato di zohet po, kjo jo. Jo, unë jam muslimone. O i zoj, i thash. Edhe unë jam musliman. Po arabi e ka kulturën që femna nuk e ebë dorën burrit. Unë nuk jetoj në Arabi. E që se jam shtetë arab këtu më të regon. Këtu ka edhe i groj, qështu selam aleikum, aleikum selam, edhe do me thonë atë si janë ato, nuk kam ku më marrë me këtë sema.